E falenderojmë Allahun Dhul Gjelal dhe dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër pos tij. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, me i miri gjithë bijve të Ademit, alaihi afdalus salatu wassalam. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe besnik, si dhe mbi gjithë ata të cilët ecën rrugës e tij, janë duke ecur dhe do të ecin deri në ditën e takimit tonë me Allahun azza wa jall. Vëllezër të nderuar, sot inshallah taala do mundohen të mos përtas sikurse javën e kaluar. Mirë, po nuk do të thotë se tema për të cilën sot do të flasim nuk është po aq e rëndësishme. Ndoshta edhe më e rëndësishme. Tema për të cilën duhet të flas në pika shkurta, edhe pse gjatë muajit të Ramazanit mes namazit taravih kemi të cekur këtë temë, është sinqeriteti. Sinqeriteti është ajo e cila mu dhe ty na fut dhe na bën banor për banorëve të xhenetit. Kurse mungesa e sinqeritetit, sidomos në adhurim ndaj Allahut te bareke ve taala, është ajo e cila na fut në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj nga zjarri i tij. Andaj, për me kuptu pak më mirë se çka sinqeriteti, i kam përmbledh 2 apo 3 thënie të dietarëve islam, si dhe një ajet të Kuranit, që inshallah taala ne ta kuptojmë më mirë se çka do të thotë sinqeritet, dhe se kush është i sinqert, dhe se çfarë lidhje nënkupton sinqeriteti kur ki me Allahun te bareke ve taala. Se pari Zoti ynë te bareke ve taala në Kur'anin famullar thot: "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." Dhe atyre, pra njerëzve, robëve, nuk ju është obligu diçka tjetër veç se të adhurojnë Allahun azza wa jall me sinqeritet. Që të jenë të sinqert në fenë e tyre, që të jenë të sinqert në ibadet, në adhurim ndaj Allahut te bareke ve taala. Nuk ka kërku diçka tjetër prej teje dhe prej meje Allahu, veç se kur të adhurojmë, qoftë me namaz, me agjërim apo çka do tjetër, të adhurojmë me sinqeritet. Të jemi të sinqert në adhurim ndaj tij te bareke ve taala. Të mos e bojmë për sy e faqe, të mos e bojmë për dikon tjetër. Mirë, po adhurimi janë tërësisht të jetë vetëm dhe vetëm për lartmadhërinë e tij te bareke ve taala, për Allahun azza wa jall. Pra, Allah azza wa jall po na bën me dije se nuk ka kërkuar dhe nuk kërkon dhe nuk e ka obliguar robin me diçka tjetër veç se të jetë i sinqert në ibadet ndaj Allahut te bareke ve taala. Të jetë i sinqert në fenë e tij ndaj Zotit te bareke ve taala. Kurse Imam el-Junayd rahmetullahi alayhi për dietarët më ka thonë dhe ka përmbledh çështjen e sinqeritetit me fjalë shumë të mëdha e shumë të bukura, ka thonë: "El-ikhlasu sirrun bayna Allahi wa bayna al-'abd." Ka thonë sinqeriteti është një sekret, një fsheftësi mes Allahut dhe robit. La ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Asnjë melek prej melekëve të Zotit te bareke ve taala nuk ka njohuri, nuk ka dije rreth kësaj çështje që të mund ta shkruan. Wala shaytanun fayufsidu. Dhe as në një shejtan nuk ka dije lidhje me këtë, kështu që me mujt me shkatru. Sinqeriteti, kur është njeriu i sinqert me Zotin e tij te bareke ve taala, shejtani nuk ka mundësi me shkatru këtë sinqeritet, këtë lidhje e tij me Zotin te bareke ve taala. Dhe e treta thot: "Wala hawan fayumilu." Dhe as epshi nuk ka mundësi me deviju. Subhanallah. Pra, sinqeriteti është një sekret, një gjë e fshehtë mes teje dhe Allahut te bareke ve taala. As melekët e Zotit te bareke ve taala, të cilët realisht e kanë për obligim me shkruaj veprat tona, e fjalët tona, as melekët nuk kanë njohuri për këtë. Nuk kanë çka me shkruaj sepse nuk dinë. Është një fshehtësi vetëm mes teje dhe Allahut te bareke ve taala. Wala shaytanun fayufsidu. Dhe as një shejtan nuk ka njohuri në lidhje me këtë, as nuk e sheh, as nuk e din, as nuk e kupton, kështu që me pas mundësi me ta shkatërru. Wala hawan fayumilu, dhe as epshi që ta devijon, me ta dhoni kohë tjetër. Nuk ka mundësi me ndërhyj epshi. Kur robi është i sinqert me Allahun te bareke ve taala, epshi nuk ka vend aty. S'ka mundësi. S'ka mundësi epshi yt dhe im me shkatru atë lidhje të sinqert mes teje dhe Allahut te bareke ve taala. Kur je i sinqert. As shejtani nuk ka mundësi. As melekët nuk kanë mundësi me shkruaj se remo diçka tjetër. Subhanallah. Pra, ky është njëri prej definicioneve të sinqeritetit. Kurse disa tjerë prej selefit kanë thonë, prej dietarëve të mëdhenj të selefit kanë thonë, el-ikhlasu, wallahi kjo fjalë shumë e madhe është. Kanë thonë, el-ikhlasu an la tatluba ala amalika shahidan ghayra Allah
wala mujaziyan siwa. Ka thonë sinqeritet nënkupton për veprat tua ose për veprën tonë që po e bën, për punën që po e bën, mos me kërku dëshmitar tjetër jashtë Allahut dhe mos me prit dhe me kërku për dikujt tjetër me shpërbly posti. Subhanallah. Çfarë definicioni? Kur ti e bën doni të mirë, mos prit dhe mos kërko, mos lyp dëshmitar tjetër jashtë Zotit te bareke ve taala, i cili sheh dhe dëgjon çdo sa. Mjafton Allahu. Kush është ai që të shpërblen? Allahu. Kush është ai që të dënon? Allahu. Pra, mos lyp dëshmitar tjetër për punën tonë që e bën. Atë shohin 1000 njerëz, atë sheh veç gruaja, a fëmia, a baba, ai as nuk sheh askush, nuk prish punë kjo. Pse? Sepse Allahu te bareke ve taala sheh. Dhe mos kërko shpërblim dhe mos lyp dhe mos shpreso në shpërblim jashtë shpërblimit të Allahut te bareke ve taala. Pra, sinqeriteti nënkupton për veprën tonë që e bën, mos me kërku, mos me lyp, mos me ndijat nevojën me të pa dikush, me pas dëshmitar tjerë jashtë Allahut te bareke ve taala. Dhe mos me prit, dhe mos me shpresu, dhe mos me kërku me të shpërbly dikush tjetër jashtë atij te bareke ve taala. Jashtë ti te bareke ve taala. Kurse Abdullah ibn Mas'udi për mësë gjatë këtë hutbe, se javën e kaluam duket e kom gjatë pak, kurse Abdullah ibn Mas'udi radiallahu an e shpjegon shumë bukur se kush është i sinqerti. Kush është ai rob i sinqert? Si shihet puna e tij, si është gjendja e tij? Thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu an, siç transmetohet në Jami al-Ulum, thot el-mukhlisu li rabbihi kal-mashi ala ar-raml. La tasma'u khutuwatihi walakin tara atharahu. Thot i sinqerti me Zotin e tij te bareke ve taala, ose i sinqerti ndaj Zotit e tij te bareke ve taala, është sikur se ai i cili ecën mbi rrë. Rrë pi thoj kanë zallit në shkatinë. Do të thonë dikush që ecë mbi zall, çka ndodh? Thot la tasma'u khutuwatihi. Nuk i dëgjon fërkemt e tij, hapat e tij. Nuk dëgjon asgjë. Mirë po thot walakin tara atharahu. Ishe fërkemt e tij që i kalon. Nuk dëgjohet. Pra, i sinqerti është ai që edhe nëse nuk e njohin njerëzit, edhe nëse nuk e dëgjojnë njerëzit, edhe nëse, domethënë, nuk bën sy, mirë po çka shihet, sidomos pas vdekjes, shihet fërkemt që e kalon. Punë, gjurmë që e kalon pas vetes. Ato shihet. Andaj e imja dhe joti o vëlla im i dashur, është që të mundohemi të lojmë fërkemt, të lojmë gjurmë pas vdekjes sidomos. Edhe gjatë jetës, po sidomos gjatë pas vdekjes, që me pas dikush me pa, se me të vërtet punën që kemi bo, ka dhonë fryte, ka pas rezultat, ka pas efekt. Nëse këtë ne nuk e bojmë, atër bëj halli për ne. Dhe tjetra, si që përmenda ma herë, po, kur ne bojmë mirë, mos prit me të pa dikush, me dëshmu dikush, me të shpërbly dikush, me të arrej krahin dikush, me të livdu dikush, jo, mjafton Allahu te bareke ve taala. E nëse e ki Allahun pas vetes, vallahi krejt dunjaja ka me marrë vesh. Krejt dunjaja ka me marrë vesh. Sa raste kanë ndodhur kur dikush është mundu fshehurazi, me ndihmu dikujt, me bë mirë dikujt, nuk ka dash me ditë askush, krejt dunjaja ka marrë vesh. E dikush tjetër mundu me kamera, me kuta diu në çka, me bë publikat punë të madhe. Thu se e ka shpëtuar krejt botën, në fund kush e ka marrë vesh? Vallahi askush. As është interesu askush për atë lajm. Pse? Mungesa e sinqeritetit. Andaj, me sinqeritet ti dhe unë fitojmë çdo gjë, në mungesë të sinqeritetit unë dhe ti humbim çdo gjë. Allahu azza wa jalla mundsoft jemi të sinqert, e na forcof në rrugën e tij, e na mundsof me jetu dhe me dek faqebardh, e me dal para tij faqebardh. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.